Ebu Hurejra transmeton se profeti Muhammed a.s. ka thënë: një ditë, një qen po sillej rreth një pusi, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Atë e pa një femër imorale prej Ben Izrailve. Ajo hoqi këpucën e saj dhe me të i dha ujë qenit derisa u ngop, dhe për këtë vepër ju falen mëkatet. Kjo grua me këtë vepër u bën nga banorët e xhenetit. Po ashtu përmendet se një grua torturoi macen, dhe për shkak të kësaj vepre Zoti i Madhëruar e bëri nga banorët e xhehenemit. Mëkatet e mëdha shkatëruese ka mundësi që Allahu i Madhëruar t'i falë për shkak të disa veprave të pakta vullnetare. Njeriu nuk duhet të përçmoj punën, sado e vogël qoftë ajo, sepse ndoshta në atë vepër të vogël mund të fshihet shpëtimi dhe fitoria për në xhenet. Edhe tek kafshët ka shpërblime. Të mëshirshmit do t'i mëshiroj i plot mëshirshmi, Allahu i Madhëruar. Inkurajimi për të treguar bamirësi me njerëzit, sepse nëse falja e mëkateve dhe mëshira arrihen duke i dhënë të pi ujë një qeni, atëherë dhënia ujë një muslimani, patjetër ka shpërblim më të madh. Në hadith shihet rëndësia e dhënies ujë. Gjithashtu në një hadith është përcjell nga i dërguari i Allahut a.s. se ka thënë: sadakaja më e mirë është dhënia e ujit. Vëlla dhe motër, Islami na mëson që të jemi bamirës me të gjitha krijesat. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe nuk duhet të nënvlefsojmë asnjë vepër, se nga ajo vepër do të fitojmë xhenetin ose xhehenemin. Zoti na ruajt.